Dhe hapim varin. Vjosana. Po. Çoç dihet që futbollistët janë pak lëvizur, ku diun, janë Shkreta mund sa e më nga thënë këtë fjali. taksirate votër. Ta shtroj si madh kështu i thon kemi dëgju nga të tjerët, kemi dëgju. Zdim gjëne. Tani, plus që kë regjimi ushqimor, regjimi i gjumit, to gjërat. Pyetja është thjesht. Dim tem. Sa e vështirë është thjesht në një lidhje me futbollist? Në një As e lidhje. lehtë është, as e vështirë shumë nuk është. Nëse ke durim, unë nuk shjuem shumë për durim, po do t'i Arditi ma ka shfaqur këtë të vetja, nëse ke durim, nëse ke mirë kuptim, çdo gjë arrihet. Pastaj edhe dashuria diskutohet. Janë? Jo, sa e vështirë është. Se, apo? I që janë të lëvizshëm atë vetë dorën zjarë të dio, po. Ska si po nuk janë gjithë njësoj. Edhe unë fillim, kur isha njohje me Arditin, këtë kisha shumë me frikë, le të them kështu, ose nuk doja ta njiham për më tepër, se futbollistët quhen si të tillë. Duke qenë më afër edhe fushës ne dhe afër lojtarëve, dhe kemi udhëtuar me disa ekipe dhe i kemi parë si qysh tek, po që nuk janë të gjithë njësoj. Arditi më ka bindur të paktën, e ka krijuar të besimin tek unë. E ka kriju besimin? E kam kriju, po. E ka kriju? Po. Ja ke Instagramit? Po. Jemi rregull miqtë e mi, beso dhe kontrollo. Jo, mua pëlqen me mënyrë se çdo më i thotë, ja ke Instagram se nuk kanë provë, evidencë. Po pra. E disa i njohun. Ka një problem se kjo historia gjithmonë është gjuhë nga një krah, nga Vjosana gjithmonë. Po Arditin e pyet njëri si është jeta me gazetarës, edhe për atë. Po pra, bravo. Edhe për atë duhet të Bravo. jetë diçka ndryshe. Shiko, Arditi duhet është, jam i sigurt që është aq falenderues, që sa shkon aty në stadium ngre kokën lart shef të yllin tribunë, Shumë falen e me vet. vërtet. Këtë ma thot, po. Jem rregull miku. Ta thot? Po, ma thot. Çeka romantik. Pas Komplimente miku im ke përsëri. informacione. Jo, romantik jo, po ma thot. Ku e njohur ti me Arditi? Këtë nuk e dim. Ku jam njohur Stadium? unë? Po sa një stadium të Lëndon. Të stëmë Për arena demave? Po. Shikoj Që që ne ishte na ka ra vllaznia më duket. Na ka ra vllaznia? Jo, ka rafortizar. E mi pak të gjyshma të keqes. Po si, si tani du detaje tani. Unë kam qenë te Panorama një herë, dhe kam marrë në Skype Arditin nga qenë në Bielorusi. Ka luajtur atje me Shaktarin. Po. Dhe mbas asaj periudhe erdhi pastaj në u rikthyet te vllaznia mbas eksperiencës atje. Dhe ishte era ime e parë që unë Arditin e takoja live edhe ai mua. Thjesht kemi pasur Arena Demave. Instagram. Po, mbas ndeshjes, ajo ndeshja ka përfunduar 4-1. Këna rap në vllazni 4-1 në arena demave? Ma ke mend me minuta atë ndeshjen. E mbaj mend, ishte ndeshja jo e mirë që ka bërë Arditi, gaboi aty. Edhe ka qenë shumë, domethënë, e ka pas mendje shumë te. E pranoj që ja mori me njën ti? Jo, po prit pas se unë tani pjesën e dytë erdha edhe takova mbas ndeshjes, ku po prisja lojtarët i merran intervistë, siç i presim gjithmonë. Edhe Arditi më dha dorën, përshëndetje Vjosana, përshëndetje Ardit, mbasi u largua Arditi, nuk më dha dorën, por u afrua pak më shumë, më përqafoi. Edhe aty i thash, kujdes pak se jam në orar pune, këtë të lutem. Prit, mbaj mend. Kjo fjalia, ju që na ndiqni dhe gocat dhe ti. Kujdes jam në orar pune. Tregonte që je mirë vlla, po prit dal nga orari zyrtar? Apo B, nuk dua. Tani ne nga orari zyrtar s'dalim kur. Delti si delti. Çe ka ja, bravo Ardit, që nuk të ka shpëtuar. Bravo Ardit, komplimente miku im. Si me shpeshon që është, ka pa mirë vizion. Ka Sa e pa bukur, ja. E po, unë e dija që do më shkruan dhe më Jam orar zyrtar. Më takon Instagram për detajet e vërtetshme. Se ja dhe krimi dhe afirmitetin. Çfarë të tërhoqit e krimi? Do ti vetëm për këtë temë. Deri tani ishte kështu, sa doli tema showbizi, lidhje dashurore. Ore, Greqia. Shkoj erdhi qerja. Shiko, se për herë të parë vlla, tani as do përfundoj keq me të muhabete. Për herë të parë po flas me një gocë që ka shkuar në lidhje serioze me lojtarin. Gjithë tjera. Tani. Po, e para një Arditi e mori shumë më avash të më bënte për vete. Domethënë krijoi një herë besueshmërinë tek unë 3 muaj një herë derisa u bë takimi i parë. Ka fol 3 muaj rresht? Mbas 3 muaj u bë takimi. Sa video shkaj shumë më burr? Po tani, priti çik avash se. Edhe pastaj e kam pasur të vështirë me Arditin mbas 3 muaj.
Se, po ti pse? Tani mbasi më bëri për vete, bënte çik vështirë në Arditi tani. Arditi shika! No ball. Alfa, për ulemi para Arditit. Ai e di lojë. Au, ai shint miku im. Ai Arditi shika lort o vlla. Tani më ndiq ti mua. Shiko, imagjino, ka thënë, unë kisha ditëlindje. Edhe më thot mua më 12:30 natës pas këtë ditëlindjen. E dinte shumë mirë. Kishim disa muaj që flisnim, pas këtë ditëlindjen thot. Arditi është çuditshme janë femra. Nëse bëra ndjek, do të bëjmë shok. Ore, shok, unë do të marr këshilla, do marr leksione. Të shku me lapsi letër. Po çfarë çuditshme janë femrat? Çfarë çuditshme janë se e vuaj shumë të ky podcast do bëhet podcast showbizi, po çon se ka kjo. E tërhoqi kur ai nuk i ra mendje për ditëlindjen. Feni ka çuditshme mi. Se si kuptoj dot se na nxit jetën. Ja pas kanë nxit. Ai pas ka prit gjithë jetën për këtë temë. Se na nxit jetën valla. I shkoi 3 muaj mrapa, kur nuk i ra mendja për ditëlindje, ta ky është dori. Këtë dhe pik ta kjo. Ma tha mos do. O zoti i madh. Kena bëjmë shprehje, ta lë mikrofonin Jo. Jo. A ka ndolluar ndonjëherë kështu plane për futbollin? Mërzit ndonjëherë me këto? Po keni lënë për dalë, ka thënë mos. Jo vetëm për darkë, edhe udhëtime. Po jo, s'ka se janë allona sa i ka planifikuar, si ti kanë allu. Po pra, po për shembull do iknim Vjenë e vjet? Përse pas ka histori debati çift më duket të. Si ti çesh? Oj, pas ka debat të çift. Çfarë ka ndodhur? Histori gjithë. Ja në tjetër Eni Çobani get ready. Çfarë ka ndodhur që krimi s'ka lënë ti, nuk ka lënë. Ka prishur punën ti që në Vjenë? Tani ndeshja flamurtare ishte në datën 23. Aha, ka ndryshuar. Në kalendar ka ndryshuar data në datën 24 edhe ne na u doq fluturimi edhe hoteli edhe gjitha. Tani ti Edhe i prem prap në javës tjetër. Për sa koha Se përmendë? do ikja unë. Ja përmendë një javë rresh mëse, po? Jo, se i prem prap. Po pra, Ja përderisa i preu përmendë prap. 24 orë. Kam mjaftuar 24 orë për të ndish mendin. Kush e di sa ulërima ka pas për infraksion për 3 orarësh. Cili është një zakon i Arditit që nuk e din shumë publiku, diçka që e bën. Arditi punon shumë. Do të thënë Individualisht. po, individualisht është non-stop i fokusuar në futboll edhe këtë i kam thënë që do të thënë të dalin intervista si ka shumë qef intervistat. Si ka qef? Jo, nuk i ka shumë qef intervistat. Të do bëqi. Do të thënë është shumë diskret në punën që bën dhe thotë këtë e bëj për veten time, nuk ka nevojë ta di askush, kush ma di, e jap maksimumin tim në fushë edhe kaq, por që bën shumë. Servitet përveç servites me ekipin, servitet dhe individualisht për ditë, deri në orën 11 të darkës është në palestër, Deri një mënyrë është palestër? Të merr malli motor? Po çfarë bëjmë, mollë? Çfarë bëj? Jo, edhe unë jam gjatë gjithkohës me aktivitetet dhe punët e mia, se po mos isha marrë me punë, besoj do ta ndjeja pak më shumë atë mungesën e Arditit. Kisha një periudhë që ndjeja pak e qetë dhe aty filluan pastaj ato zënkat edhe gricjet, se normal unë isha riakot që Ku je? Pse s'po kthen? Ai Jo, të jo. jute për shkret. Të lutë futboll. Po që i them Arditit, 60%, 70% ka vllaznia, 30 unë. Shumë pas ka dhënë vllaznisë, unë do isha dhënë 50-50, më të kisha marrë 51 për vete. Po, kam vënë, unë se të kisha vënë. Çeke Floriti. Sa pas ke vujt çka Tani, ke? aty të vllaznia kam qetur, kështu që vllaznia më ka dhënë mu 30. Na. Vllaznia ka dhënë mosi. Tani kush më shumë xhelos, ti apo ai? Ti për atë apo ai për ty? Të ti e di modër futbollistët Arditi është xhelos. për ty. Po. Për ty? Unë jam po se shpreh. Kjo jam se shpreh është shumë e frikshme kur ta thon. Jam po se shpreh ndërkohë ka pasportin e Instagramit. Ndërkohë ka pasportin e Instagramit Arditit. Po ai pasporti ka ngel kështu se ndryshoi Arditi telefonin Po ti a ke dhënë Ardit pasportin tatë Instagramit? Jo. O knaqa! Po e përgjigje kujt sa jo. U lexuan në sitë e saj. Jo, sa do thoshte, do ja japër? Sa të shkëton në shtëpi Arditi. Ha, do të japësh Arditit se megjithëse, jo, pse të japësh mirë ke qendro stoike. Ore, Nuk ka fare. Ti nga krau kujtje? Më pëlqen që e ka kështu triqe mos e kput, më pëlqen. Për mua nuk ka fare rëndësi dhe Instagramin se po desh. Po pse mori Instagramin ti pra? Me çfarë ka rëndësi? Ma tho. Po e Po faj po shumë bukur. Do shkoj në pafundësi me sa duket. Flasim pastaj. Çfarë do më shumë krenare për Arditin? Po që sa ka thënë publikisht është? Po unë ja them për zotin gjitha çfarë më bën krenare ja them. Publikisht nuk e ka thënë. Publikisht çka kam thënë.
Jo, vazhdo. Zoti i madh, s'kam. Flas. Po fal. Ore, më fal. Kush është lidh me Arditin e ti? Mos e ti. Ardit. Më shumë. Ore, kam dy veta për Ta pa Instagram e Arditit. Bëj pyetje për Arditin, edhe është gati. Jo, po merr një pyetje tjetër. Po vazhdo të përgjigju. Mirë, më bën krenar shumë djali që ai është me këmbë në tokë, me karakter, durimi që ka edhe me mua, edhe me jetën që e rrethon aty në futboll, po, domethënë, te Arditi përgëzoj 100% durimin që ai ka, sidomos në fushën e futbollit ku ka shumë intriga, pafund. Dhe unë personalisht nuk do I duroja dot. Por që afërsisht janë dy botë afërsisht të njëjta si media si futbolli, por që nuk e di pse më duket shumë më toksik ai. I Pas futbollit. ke shumë gjëra që thu. Po tani. Jo. E pash kur ta fjalin trik që Të duket gjë si mjek ty Më të pëlqen shumë që I vë shumë fokusin në karrierës. Arditi është 29 vjeç tani, dhe disa vite karrierë në futboll, absolutisht sa më gjatë, inshallah, sepse mundohet çdo ditë. Por që unë mendoj që nuk ka marrë atë që meriton vërtet nga kampionati shqiptar. Këtë e mendoj. Në aspektin që çfarë ka ngelur mangut? Në vlerësimit dhe çdo gjëje. Domethënë mendoj se duhet të vlerësohet apo të ishte vlerësuar më shumë. Bukur. Tani. Çfarë? Jo, kjo nuk është vetëm për Arditin, është edhe për disa lojtarë të Po tjerë. sigurisht. Që vërtet kanë dhënë maksimumin këtu, por që Çfarë I premton Vjosana? telefoni, mos do të Arditi. Arditi. Jo, Por informata që konflitet. jo. Çfarë I premton Vjosana publikisht Arditit në rast se ai del kampion me vllaznin? Çaj premtoj unë? Po. Po Arditi mua më, se unë Arditi fitoj gjë. ty. Po ti do ta motivosh. Mirë, tani Për shembull, Arditi solli një medalje. për shembull, ku ti një premtim do ishte edhe një bebi I bukur. 29 vjeç është fiks bosi. Po. E lexova me një duket. Unë Se smemje. edhe unë e kam dëshirë këtë absolutisht diskutohet, krimi një familje, por që në një moment që ne të dy stabilizohemi, sepse është shumë e vështirë kjo jetesa sa ndej këtej, sa Tiranë në Shkodër, duhet stabilizohemi një herë, futbolli ka çiktot, nuk stabilizohet kurrë. Pse si jetoni? Ma ndaj pak si jetoni. Tash kjo pyetja si jetoni është e dishme, po. Edhe në Shkodër. Unë shumicën e kohës që ndër në Tiranë se kam punën, Arditi vjen në Tiranë, shkon në Shkodër, është pak më në lëvizje se unë. Tani mashkullit takohet që t'jetë lëvizje. Ke gjë për shtu më? Nuk, unë kam shumë pyetje, po do I bëj jashtë kamerës, do sa të më fash. Do hapi një podcast. Arditi po këtu. Një podcast që quhet nuk e di, do të gjejmë një emër. Dashurinë e futbollistit. E gjeta emrin. Ju sa të nderojmë, Ardit na fal për atë që folu këtu. Do mbi telefoni është privat. Me thes Kodran. Ngjo këtu. Zemër s'kam çfarë bëj, zemër, nuk kam çfarë bëj. Vjosan, shumë faleminderit. Faleminderit juve, ishte shumë Ishte shumë kënaqësi. Kënaqja shumë. Të humb të Bayerni, të fitoft të vllaznia. Tu thaf të goja. Ándale.